Qytetarët e nderuar të këtij vendi, kryeministri ynë, zotri Kurti, nuk mundet me qenë edhe moralist edhe mashtrues, edhe angel edhe superhajn. Këtu, javën e kalume, do të thotë ditën e premte, isha në veri për të demonstruar se si ende funksionon dinari serb dhe se si ende janë strukturat paralele duke funksionuar. Dhe gjë që do ta dëshmoj sot nga zemra e Kosovës, në Graçanic, ku të gjitha ato që ja kam ble, do t'ja shtirë në këtë zarf dhe do t'ja nisi nga posta paralele serbe në Graçanic. Kryeministër i dashur, mashtrues dhe zullumçari më i madh i Republikës Kosovës. Këtë mashtruese, ta kam ble fillimisht në Barnatore dhe aty kam ndruar euro duke marrë kusurin dinar. Këtë po ta dhuroj dhe po ta nisi me post që ta mashtrosh vetën tash e mas. Dhe nga aty, me kusurin atyre pareve, kam vazhdu me një kiosk, me ta bleni paqet duhan, se shpejt kena me të pas në dyz, dhe ka me të vy me pi. Gjatë fushatës, nga aty vazhdova me biznese, dhe mora dhe takova disa biznese. Më e dhimbshmja ishte një fabrikë në Prizren, e cila ishte eksportuese e Kosovës dhe eksportonte fafarona. Është mbyll me 22 punëtorë që ka pas aktiv dhe kishte 12 fermer të cilët punonin për të. Secili fermer kishte nga 15 deri në 20 punëtorë të rregullt dhe në kohë sezone kjo fabrikë dhe fermerat e saj kishin deri në 30 punëtorë. Do të thotë, i dashur Albin, mbi 220 punëtorë i ki larguar duke e dëmtuar dhe shkatruar ekonominë e vendit tonë. Andaj edhe kjo fabrikë që është mbyllur pardje, po ta nisi një pako prej tyre dhurat, sepse këta fafarona djeks nashta kanë me të këfjell në herë. Rrugës prej Prizrenit duke shkuar për Gjakovë, takova mbi qindra bizneset të cilat i kishën mbyllë. Ishin mbi 185 biznese kur hyra dhe i lexova. Po disa nga to ishin këto të cilat bëjnë përpërimin e rërës dhe zhavorit. Tash e 2 vjet ua kishë marrë licencat. Janë mbi 10.000 punëtorë që i kishë largu nga vendi kryeministër. Si duke ti nuk je argat i këtij vendit me punu, po je argat i ndonjë vendi tjetër. Në vend se me pununa, këto me ndërtu, me zhvillu këtë vend, ti shkoni mbyll bizneset. Mbi 10.000 punëtorë i ke largu prej punës që kanë marrë rrugën e Evropës për shkak tondin. Dhe këta zhavor ma kanë dhënë dhurat me ta dhënë, që 10.000 punëtorë i ke largu prej punës. Kryeministër harrova edhe pakëm. Kam edhe pak të se t'i kom shkru të një ki ko me lexu, ke harru që a ke thonë për arat e bukës, tana t'i ke shkatru, ju ke dhonë leje pompave të derivateve, duke i hapër kompanive tua të cilat po ta financojnë edhe fushatën, tu shkatru komplet tokat e bukës në pompat benzines. Gjithashtu, përveç këtyne damëve që ke bo, ti e ke bo edhe një dam tjetër djetë jashtëzakonshëm, duke lejuar ligjin për regjistrimin e popullsisë serbe apo aty në Izbeglica që kena thonë që kanë jetu deri me janar 1998. Ato Izbeglica kanë drejt sot marrë më regjistru dhe me marrë pasaportën. Kur ta merr pasaportën ka drejt me marrë edhe pensionin e Kosovës. Pa kontribu, pa dhon asnjë sen në këtë vend. Do të thotë argati kujna je. Edhe për fund, ta kom lënë pyetjen e fundit. Se na ke ardhur në këtë qeveri si të thonë çakoli. Si inxhinier dhe matematicient që i mrekullueshëm, sa kilometra katror i ka pas Kosova para marrëveshjes së Çakorit? 10.887 kilometra din që ka pas këtë Kosova. Çka ndodhi qysh u botën 10.907? Këto duhet me ditë si inxhinier, a kena humb, a kena fitu. Edhe këto po ti nisi këtu bashk. Se ki ko mi lexu, ki ko mi marr me to.
Populli dashur, na në vend se mu marë me miqtan Amerikan, na ja dhurojna vendit tonë një kryeministër që merret në miqtë e vetë rusë dhe serbe. Në vend se me marë letrën e dashit, Departamentit Amerikan, që na dha të drejten për me fillu punën, me nxjerr thëngjillën, qymyrin, me gazifiku dhe mu bo miliarder, çdo qytetar i Kosovës, mu bo super miliarder, o çdo qytetar i Kosovës, sepse Kosova na flejna mi thëngjill. I kem për mbi 15 miliard tonelata, që janë të garantume, të verifikume, pa hy me llogaritë se bomba ki dalin që kemë edhe më shumë. Vetëm këto i kemë të verifikume për momentin. Dhe, çka kishin bo me këto, me kompaninë amerikane? Kishin fillu gazifikimin e kësajna, ku kishin marrë 20% të eksporteve të Rusisë direkt, që i bjen Kosova me ka një Katar i ri. Një Katar i ri, po maj ri edhe maj fort edhe maj masë e Katari. Do të thëtë, Kurti po na blokon vetëm e vetëm për me marrë gjana prej miqve të vetë sërbë. Kur thëmë gjana prej miqve të vetë sërbë, dihet se këtë rrymen na e marrëm komplet prej Serbijës. Edhe, jo që i na të e marrë tash me çmim, po i na të e marrë me super çmim më të shtrejt. Edhe këta falë kryeministrit Kurti. Sanin kryesor të dytë, do të thëtë, na nuk pijdojmë as këto 20 miliard euro në vit që mujna mi marrë prej 32 miliard tonëve të gatshme për gazifikim, na jem të i humbë dhe lojrat olimpike, o populli dashur. Për një investim prej 250 milion euro, që mu bo në fusha dhe në gjona që janë për lojrat olimpike, na jem të i humbë ato 4,5 miliard ose 5 miliard euro që pritet mi përfituan komplet ekonomia e Kosovës, me ardhin e turistave për lojrat olimpike. Do të thotë për 250 milion euro, që nuk dënë me investu Albin Kurti, se parët janë, mundësit janë, çdo gjë është, po ai s'po dënë. Pse s'po dënë? Se ka bo ligjin me mush Kosovën me serbë. E ka bo ligjin që ka nënshkruar autonomia në serbëve. Ajo ka dënë edhe mja falë edhe një pjesë të teritorit të serbëve. Në vend se na, me fillu me bo projektin, për mja siguru i të pijes, kompleks komunës Malisheves, Klinës, një pjesë të Istogut dhe komplet Ravecet dhe me ndërtu qytetin e Drinit, në këtë liqet që keni mundësien të ashini, ju kësha lutë kamerave, ta mërë një pamjet, dhe të shtyjemi për projekte madhore që na duhet me bo në fushat, me të regu qka kem të rëndësishme për qytetar, na ende merremi me gjona banale, me gjona që nuk i takojnë asë një njeri o më marë. Ky është qyteti Drinit, me liçenin e Drinit, ku mund bëhej me shumë pak pare. Kjo është ura Kramovikut, te ura Kramovikut mund të ndërtohet edhe diga për liçe, po edhe hidrocentrali, që të kemi edhe rrym, edhe ujtë pijes për komplet fshatrat e Ravecit, Malisheves dhe Klinës, po gjithashtu ta ndërtojmë edhe qytetin e ri si duhet prej fillimit. Jo vetëm ky liçe, po do të keni shumë gjana me pa dhe mi shiku se si do të bëhen me qeverisjen e Partisë Demokratike të Kosovës. Andaj, populli dashur, është koha me ndryshu, është koha mi thonë stop të keqes, mi thonë pro punës, pro zhvillimit, pro ndërtimit të këtij vendit. Besoj si na lodh, jo struktura, jo dinari, jo s'dinari, dhe ku janë 25 miliard euro. Kërkun. Nuk i merë kjo ma shumë se 400 milion euro. Me fillu punën dhe me pas ujtë pijes, 5-6 komuna, plus më ndërtu një qytet i ri, me të natë mirat e Zotit. Ma mirë se në çdo vend botës tjetër. Po na s'dojna me bo. Jo na, po s'do na Albini, se na dojmë, na po dojmë me punu, po dojmë me zhvillu këtë vend, kena vendos me jetu në këtë vend. Po Albini ka vendos me mush këtë vend, me Serb dhe me Indian, dhe shqiptarët me largu. Sepse këtu i pat vetëm në 5 biznese, 6 biznese do të tëtë janë përmbi 11.000 punëtorë që në total janë largu prej Kosovës. Stop të keqës, stop të merrit, stop çdo gjaje. Vazhdojmë ta dërgojmë në postën paralele Zarfin e Graçanic, aty ku ende janë funksionale, ku ende janë duke punu të gjitha institucionet dhe çdo gjë është aktive siç ka qenë. Kurti veç ka bo filma, as gjë tjetër, se është një rend, është një mashtrues, është një shantazhues dhe zullumçari më i madh i këtij vendi dhe përhojni më i madh i këtij vendit. Që edhe birojen ta kena votu, ta kena nënshkru, se ty aty të parën kena me të çu.
Gjindemi këtu në Çaklavic, është fshat i komunës Graçanicës, i banuar me serb kryesisht, kanë filluar shqiptar me ardh, këtu mbrapa me është shkolla paralele serbe. Institucion, në anën tjetër është shëndetësia, edhe ajo paralele serbe. Posta kene Graçanicë, atje ku për momentin kemë mbyllne, po ne prapë sot gjatë ditës do të tentojmë që do të shkojmë dhe të adërzojmë aty të Çebaptoria ku ishte posta cila sot ishte pa tabelat të postës, sepse dikush si duket deklaratën që kam thonë shqimit hanën në Graçanicë nga Mitrovica e Veriut, ja kështë larguar tabelën posta e Serbijës. Kështu që ne sot gjatë ditës, përsëri ose nesër, aty do t'jemi dhe do t'a dërgojmë dhe do t'a lëmë. Miropafshimi sepse këtu nuk është mbyll asnjë institucion paralel, krejt hapjen, me shkolla, me shëndetësi, me mini komuna, që shka dëshmu edhe i riu serb në Mitrovicë të Verit, ku ka thënë se na shkojna i marrëm ato në zyret e veta ku i kanë aty mrana, edhe na vinë prej Serbisë pasaportat e reja. Miropafshim. Ti gosuri. Bësheni. Bravo, Gerita. Paracetamol. Rregull, faleminderit. Pak insistojnë se i tutën kamerave këtu në Graçanicë, po mi morrin. Një paracetamol, edhe këta ta nisi me zarf albim se ka me dhimë të krytë shumë, për këti në pamjeve. Shihemi.